Deputeti i Partisë Socialiste në Qarkun e Vlorës Damian Gjiknuri ka folur gjatë kësaj të në kuvent në lidhje me zgjedhjet e 11 majit. Gjiknuri tha se reforma zgjedhore është bërë si ka dashur Partia Demokratike e mbi të gjitha sipas tij është faji që opozita nuk di të bashkohet. Gjiknuri foli edhe për kërkesën e opozitës për rinumërimin e votave, duke e cilësuar si shumë absurd. Përfaqësuesit e opozitës kërkojnë rinumërim votash për të gjithë administratën e tyre zgjedhore, megjithëse kanë pasur 2 antar të numërimit. Partia Socialiste ka pas 1, këta kanë pas 2 antar të numërimit në tavolinë e votimit. Kërkojnë sot të ribëjnë, u ngritën tymnajën e 130.000 votave. Ku përfunduan 130.000 votat? Dolin që janë aty. A dini dashur qytetar, sot u hapën në magazinë në Lundër, u hapën kutit. Dëgjoj flamur këtë, se mas e këtu është dhe përgjithësia jote, më fal, të dëgjoshte. U hapën, kërkuan zotërit e PD-s të hapen marrin materiale zgjedhore. Shkohet në Lundër, zvjen asnjë nga PD-ja. Kërkuesi s'ka më interes. Pra nuk ka një përfaqësues ta mbikëqyrë atë proces. Qofse ka, unë pyeta, asnjë nga PD-ja nuk shë vajt para 2 orësh. Nuk kanë interes. Dolën proces verbalet, dolën fletët e votimit janë në kuti. Gabim teknik që e kanë raportuar komisionerët. Komisionerët thashë të 2 palëve. Ja dhe kjo alibira. Ra kjo, kalohet tash do bëjmë rinumërimin total. E vetmja gjë një lloj filibasteri do ta quaj elektoral të rast, vonojmë rezultatin sa t'i shkojmë deri në fund se edhe aty nuk do të dalë asgjë. Ja u kam thënë dashur edhe koleg, kemi biseduar me njëri tjetrin shpesh, problemi kryesor e keni pasur gjithmonë tek vetja. Në mënyrën si jeni strukturuar, betejë që keni bërë brenda vetes, sepse s'ka një përgjigje që ta thot dikush në sallë. Ku shkuan 240.000 vota të Partisë Demokratike dhe të opozitës? Deputetja e Partisë Demokratike në Qarkun e Vlorës Sina Zhupa tha se sondazhet reflektuan atë që socialistët kishin parashikuar për zgjedhjet e 11 majit. Zhupa theksoi se zgjedhjet u vodhën dhe se asnjë qytetar sot nuk është i kënaqur nga qeveria dhe rezultati i këtyre zgjedhjeve. E njëjta dorë shkruajti sondazhet, e njëjta dorë përgatiti thasët dhe manipulimin e zgjedhjeve. Shkruajtët atë që do të bënet. Ishin sondazhet tuaja të paguara nga ju, të porositura nga ju, që reflektonin atë që ju kishit parashikuar për shqiptarët për zgjedhjet e majit. Fakt është që nuk do të gjesh sot një shqiptar, një biznesmen, një pensionist, një mësues të kënaqur me gjendjen që është. Nuk do të gjesh një të kënaqur me qeverisjen që ka. Dhe do të gjesh të habitur si ka mundësi, çfarë ndodhi, ku i gjetën këto vota që të rriten nga mandati në mandat. Filozofia juaj që rkap çfarë të kapësh, rrëmbej gjithçka, shkatro çdo proces, zhduk memorien historike, filloje dhe krijoje historinë nga fillimi, sikur jeni zotin tokë, mendoni se ju ka shpëtuar dhe do t'ju japi imunitet të përhershëm. Por imunitetin e keni aq të përkohshëm dhe aq fluid sa ju vetë nuk do ta kuptoni se sa autoprofetike është shpreha e Edi Ramës. Kokat tuaja do të hani dhe kokat tuaja po hani.